kthehemi edhe pak minuta debati për SPAK-un, do prek diçka zgjedhjet në Kosovë dhe në pjesën e tretë situata me ujin në Vlorë. Nuk është vetëm Vlorë, edhe Tirana është problematike. Gjatë gjithë ditës në zonat tëra Tiranës uji nuk shkon më shumë se 20-30 minuta dhe nuk ka asnjë shpjegim se çfarë ndodh. Ndërsa këto janë pamjet e Vlorës kur qytetarët kanë hyrë brenda sallës ku po mbahej gala e fundvitit e bashkisë me i parrull të famshme Ju Gala Ne Pala, e cila në një farë mënyrë përmbledh gjithë ironinë e një situate ku zyrtarët e shtetit duhet të jenë shërbëtorë të publikut, të atyre që i paguajnë rrogën përmes taksave të tyre, duhet të jenë në shërbim tyre, në fakt shprehin një arrogancë të pashëmbull. Dhe jem pak më pas me korespondentën tonë të Vlorës, Albatros më thej që SPAK-u po i qaset kryeministrit? Tash reforma drejtësi... E ke informacion e analizë? Ja, informacion sakt. Reforma drejtësi pa dyshim është trashëgimi politike e Edi Ramës dhe kjo është një gjë që askush s'mundet me ja marrë atij. SPAK-u nuk do ishte kështu, sikur Edi Rama të mos ta kishte mbështet. Këtë do të me thonë. Tash, ju po thoni do ja ha kokën, andej këndej, unë nuk e besoj. Unë nuk e besoj atë. Jo, stop. S'tash fjalën ja ha kokën. Tash, a i mbjeton politikisht Rama goditjeve të SPAK-ut? Unë mendoj që... Sepse u tha deri tani që nuk po godet individ, po godet një sistem. Unë mendoj që po. Shkon nga ministria, te biznesmen, te drejtor, pra po hapet një sistem, nuk është më një goditje. Ky sistem, nëse preket, nëse shkërmoqet, e lejon Ramën të rrisi për pa e pasur këtë piramidën mbi cilën Unë mendoj që do e mbjetoj. Unë mendoj që do e mbjetoj, por ai duhet të bëhet gati me faktin që prokurorët mund t'i vinë në zyrë, mund të thonë zotri kemi nevojë të flasim, na duhet telefoni juaj. Jo, e thaj, mos jo qasë telefoni. Jo, është duke u diskutu aktualisht ideja që telefoni kryeministrit si a duhet ta marrim, as duhet ta marrim, që janë pyetje legjitime në një proces hetues. Po si t'ja marrin telefonin kryeministrit? Tashi, unë këtë punë nuk e di, ata janë duke e mendu këtë çështje. Edhe tash, është krejtësisht normale, se nëse të përfshihet zaves kryeministri, një agjenci shumë e ndjeshme që prek sigurinë kombëtare, e të tjera që një prokuror, ata hetues të bëjnë edhe pyetje të tilla. Tash a do i shkojnë deri në fund, ata unë nuk e di. Pra ti mendon që politikisht Rama do mbjetoj? Unë mendoj që do i mbjetoj, edhe është mirë të mbjetoj në kuptimin që ky hovi drejtësisë shqiptare të përmbyllet. Megjithatë ky mandat duket shumë më i vështirë se 3 mandatet që ka pasur deri. Unë mendoj që ky është mandati i trashëgimisë politike të tij, edhe mbjetesa e sistemit drejtësisë do jetë shtylla e trashëgimisë së tij. Sfida e vetme është të dalim me nder nga ky mandat. E njëjta pyetje besoj, a do i mbjetoj? Unë do thosha që situata e vështirë, po a do mbjetoj apo jo, besoj dhe unë që do i mbjetoj politikisht. Mendoj dhe unë që politikisht do i mbjetoj. Varet shumë edhe nga hapat e SPAK-ut. Në këto momente kujtoj dhe një herë dhe nuk është për mbrojtje, por jemi në fazën e hetimeve, duhen lëndë bëhen hetimet, do shifet sa të forta janë provat e SPAK-ut dhe sa e mbështet gjykata dhe a do japi dënime gjykata dhe nëse kur të jepin të gjitha dënimet e mundshme një minutë. Po mirë pra, prandaj po them, duhet parë dhe kush janë. Dënimet mund dalin pas këtij mandati. Ne po flasim betejë që po bëhet. Prandaj po them pra, do t'i mbjetoj politikisht, sepse edhe SPAK-u për mendimin tim po bën disa veprime që janë të shpejtuara pa marrë parasysh shumë kontekste, thjesht në bazë të një skeme më tepër sikur po ndjek kodin e procedurës penale në bazë të neneve dhe jo pa e kuptuar kontekstin social apo politik në disa momente të caktuara. Jo, ka, se kur në momenti, sepse dhe goditjen e sistemit, po bën goditje sistemi, po nuk po bën goditje sistemi të përgjithshëm, po atij që është në pushtet. Unë mendoj që Rama do t'i mbjetoj këti nga ana e pushtetit politik, por që duhet parë se do vijoj. Duke u lidhur ne po flisim që parë edhe për ngjashmëritë më tepër me Rumaninë dhe Shqipërinë më tepër se Kroacia, prokuroria e përgjithshme vërtet u dënuan 90%, po dhe prokuroria e përgjithshme nuk i mbjetoi sistemit. Po, tani, do mbjetoj apo jo? Nëse Rama e ashpërson dhe e fuqizon kursin e përplasjes që e ka nisur tashmë me SPAK-un, do thotë që herët avon dhe hy në kurs përplasje me ata që mbështesin SPAK-un, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shqipëri, asnjë lider nuk i ka mbjetuar, jo vetëm në Shqipëri. Po flas për Shqipëri. Albini Kosovë mbjetoi. Albini është jashtëmi rregull. Në Shqipëri, as Sali Berisha, as Fatos Nano, Asilir Meta,
për rregull, as Edi Rama s'mund t'i mbjetoj dot një përplasje me Shtetet Bashkuara të Amerikës nëse këtu përfundon skenari i asaj që ai ka nisur në këtë përballje ku përplaset në gjykatë kushtetuese me kërkesën me vendimin për pezullim të Ballukut, ka drejt, unë kam shkruar për këtë që ka drejt, çështja është kushtetuese, mirë? Jo. Interpretimi nga gjykata kushtetuese, nëse duhet pezullohet një ministër apo jo, duhet zgjidhje sepse duket që s'është. Deri këtu jemi dakord, askush s'ka qenë kundër kësaj. Çështja është a duhet të dorëheqen Ballukut, por çështja duhet interpretohet pa diskutim. Pezullimi i ministrave, nëse mbetet si një mjet gjyqësor për të garantuar një proces penal, duhet kaloj patjetër nga parlamenti. Jo, absolutisht jo. Nuk mund është një detyrë duhet me pezullu. Nese, po këtë do ta interpretojmë kushtetuese. Jemi si jemi, gjykata i takon e drejta e fundit. Edhe një herë, zotëri, thash pra nëse mbetet në fuqi siç është, duhet kaloj nga kuvendi. Nuk mund të jetë një vendim i anshëm i gjykatës pa kaluar nga kuvendi. Okej? Megjithatë, kjo do të jetë kërkosjepën. Unë pra e mendoj këtë gjë që po e vijoj dhe e trashi këtë zullum, do përfundoj në kputin e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do tërhiqet me elegancë dhe ka mundësira të tërhiqet. Fakt Rama ka treguar që në momente të caktuara dushkon tërhiqet, bën nuk. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi parasysh një gjë. Se kemi shumë raste shkon deri aty të tërhiqet. Defektet që në projekcion të arkitekturës së drejtësisë. Ajo është problem tjetër pse. Që është e ngjashme me shembujt, po është dhe e pangjashme se kjo që po ndodh me këtë drejtësinë tonë, në vende tjera nuk ka patur vetting të shkallës që është zbatuar këtu. Në vende tjera nuk janë prokurorët e posaçëm që kanë të drejtën të survejojnë 24 orë njëri tjetrin dhe gjykatësit e posaçëm, dhe në vendet e tjera është krijuar prokurori e posaçme si rregull, jo gjykatë e posaçme. Patjetër, përveç saj, si rregull tash. I vettingut që u bë kene nuk ka ekzistuar askund tjetër. Dhe në asnjë nga këto vende, reforma në drejtësi nuk ka çuar në 3 fishimin e dosjeve dhe reforma në drejtësi që fillimisht është përkrahur, po humbet mbështetje. Pra drejtësia po humbet mbështetje. Dhe po humbet pjesën tjetër. Po son dhe spaku në këtë drejtim sepse njerëzve u vjen shpirti më i tunës me drejtësi. Por që ti bim që bieton apo jo të pyeta, se ere shumë gjatë. Po shkojnë në përplasje me Shtetet Bashkuara, nuk i bieton. Unë mendoj që ka të drejtë. Rama është alat amerikan. Është alat. Varet në çfarë lufte. Për shembull, në luftën me krimin e organizuar. Është alat i dëshmuar i shërbon. Objeksion. Sali Berisha është i vetmi drejtues politik shqiptar që ka hyrë në zyrën ovale 2 herë. Një herë me ftesë zyrtare dhe një herë me ftesë informale. Po Sali Berisha ka përzon General Electric nga Shqipëria.